Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga pagjumësia, provoni sot këtë recet dhe do na falenderoni. Me siguri gjithmonë jeni mësuar që bananet t'i qëroni dhe t'i hani. T'i përdorni ato si pure në smoothie ose t'i shtrydhni dhe të shoqëruara me fruta të tjera. Me sa duket, duhet që të shënoni edhe këtë recet, pasi bananet e zjera janë një mjet i shkëlqyer natyror kundër një sër problemesh më shqetësuese për njerëzish, duke filluar që nga pagjumësia. Mungesa kronike e gjumit mundet që të sjellë pasoja tepër të rënda shëndetësore, duke rritur rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës, goditjet në tru dhe njëkohësisht diabeti. Por jo vetëm, pagjumësia gjithashtu ka një ndikim tepër negativ në gjendjen tuaj shpirtërore, kujtesën dhe njëkohësisht edhe në metabolizmin e njeriut. Receta me banane të zjera gjithashtu ju ndihmon edhe që të luftoni pagjumësinë dhe të relaksoni muskujt tuaj. Bananet kanë një përmbajtje tepër të lartë në kalium dhe në magnez, si edhe disa komponime të rëndësishme për gjumin, triptofan dhe serotonin. Nga ana tjetër, të cilat janë të përqendruara më shumë në lëkurën e bananes. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë çaj janë një banane e pjekur mirë dhe gjithashtu një tenxhere e vogël me ujë dhe një lugë çaj kanellë e cila është opsionale. Ajo që ju duhet të bëni është që t'i prisni bananes majën dhe fundin dhe më pas ta zhytni në ujin që vlon, zjeni për rreth 10 minuta. Filtrojeni lëngun dhe sipas dëshirës mundet që të shtoni në të edhe kanellë. Ky çaj duhet pirë 1 orë përpara se ju të shkoni në shtrat për të fjetur. Nëse dëshironi që përmes përgatitjeve shtëpiake të ilaçeve ju të flini më mirë dhe të kënaqeni me një gjumë cilësor, atëherë ne do t'ju paraqesim 3 pije të thjeshta të cilat do t'ju ndihmojnë ju që të relaksoheni dhe t'ju dërgojnë në botën e ëndrave në një gjumë sa më të qetë. Lëng qershie dhe vanilje. Për qershit. Qershit janë të pasura me melatonin, një hormon ky i cili është përgjegjës pikërisht për rregullimin e gjumit. Dhe nga ana tjetër ju duhet që të pini një lëng të tillë çdo mëngjes dhe në mbrëmje. Ndërsa vanilja ka përbërës qetësues dhe duke shtuar një pikë të ekstraktit të vaniljes në lëngun e qershisë, ju do të qetësoheni dhe njëkohësisht do të flini si qingj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 gotë lëng qershie dhe 1 deri në 2 pika ekstrakt të vaniljes. Konsumojeni çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke i shtuar edhe disa pika vanilje. Çaj kamomili me livand. Pse kamomili? Thuhet se përbërësi në kamomil apigenina vepron si një ilaç kundër anktheve. Aminoacidi tjetër GABA luan një rol në sistemin qendror, qetëson dhe gjithashtu ndihmon që ju të futeni në gjumë. Mirë, po përse livando? Livandoja është një bimë e cila përdoret në një kohë për të gjatë si qetësues. Së fundmi, një studim ka treguar se ndikon në ndryshimin për mirë të valëve të trurit. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 lugë sytha të livandës, 1 lugë kamomil dhe 2 gota me ujë të ngrohtë, qumësht dhe mjalt. Vlojeni ujin, përzieni livando dhe kamomilin, lejoni që bimët të qëndrojnë 10 deri në 15 minuta. Shtoni më pas aty qumshtin ose mjaltin për shije. Qumështi ngrohtë me mjalt. Mirë, po përse qumshti? Ideja është se qumshti ngrohtë ju fut juve në gjumë dhe studimet tregojnë se temperatura e brendshme e trupit do të shtohet dhe kjo nga ana tjetër ndikon në relaksimin e muskujve i cili ju fut gjithashtu në një gjumë tepër të qetë dhe të thellë.
Përse mjalti? Mjalti përmban triptofanin L, i cili gjendet në mjalt dhe është një aminoacid esencial që ju shtyn ju të pushoni. Është i ngjashëm gjithashtu edhe me serotoninën dhe melatoninën që rregullojnë gjumin. Përbërësit që juve do t'ju duheni janë një gotë qumësht, 2 lugë mjalt. Udhëzimet: valojeni qumshtin dhe më pas shtoni edhe mjaltin dhe përzjeni. Gjithashtu, e lini që të ftohet atë në temperaturën e dhomës deri në momentin kur ju mendoni se është i përdorshëm për konsumim. Gjithashtu, pagjumësia mund të luftohet sot përmes metodave natyrale dhe tërësisht efektive. Shumë persona të cilët kanë çrregullime me gjumin dhe gjithashtu kokën e vendosin në jastëk pasi kanë konsumuar disa ilaçe, tani nuk kanë më nevojë që të sulmojnë shëndetin e tyre me këto medikamente, pasi ne do t'ju prezantojmë një përzierje tërësisht natyrale e cila vjen në ndihmë për një gjumë sa më të qetë dhe për një çlodhje të muskujve tuaj. Qumshti dhe mjalti janë një ilaç hyjnor kundër pagjumësisë. Një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt është pikërisht receta ideale kundër pagjumësisë, dhe nëse para gjumit ndjeni uri, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate, siç janë për shembull buka integrale, produkte nga mielli apo farëra, të cilat gjithashtu përmbajnë element ushqyes të cilët do të nxisin gjumin e mirë. Ndërkohë, personat të cilët vuajnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë kohës së gjumit ato të shmangin mishin e konservuar, sallamin, jogurt dhe kosin. Nga ana tjetër, nuk është e nevojshme që ju të konsumoni kafe dhe alkool përpara gjumit. Gjithashtu, ju mund të provoni të pini qumësht të ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë edhe komod, i cili gjithashtu rrit edhe serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenja lumturie dhe njëkohësisht ndjenja mirëqënieje. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është diçka tepër thelbësore dhe e aftë që të zgjojë gjumin edhe tek ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Sigurisht mund të provoni edhe çajin e mentës. Çaji i mentës po ashtu lëshon edhe një enzim e cila do të lehtësojë dhimbjen e muskujve tuaj, do të zvogëlojë intensitetin e tyre duke i lejuar trupit tuaj që të pushojë ashtu siç duhet. Duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon edhe dhimbjen e trupit, e cila më pas do të shpije në një gjumë më të qetë dhe tepër të rehatshëm. Sipas ekspertëve, lëngu i qershisë ashtu si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mundet që të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar që të jetë një nga opsionet akoma edhe më efektive për të trajtuar cilësinë e gjumit. Gjithashtu ju mund të pini dhe qumësht kokosi, i cili përmban magnez dhe kalium, që janë 2 minerale tepër të afta që të relaksojnë muskujt tuaj dhe njëkohësisht të sigurojnë një gjumë akoma edhe më të mirë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.